shumë qytetarë që ankohen për erën e keqe të gojës në mëngjes. Është për shkak të aparatit tretës, për shkak të ushqimeve që konsumojnë? Këtu me fjellë çështja ha diskutim shumë për arsye se ka të bëjë me fjellë edhe me pjesën e gojës, por ka të bëjë me aparatin tretës, ka të bëjë me stomakun, ka të bëjë me tretjen, me mos tretjen e mirë në organizëm, njëkohësisht ka të bëjë edhe me llojit e ushqimeve që ne konsumojmë, por njëkohësisht ka të bëjë edhe me mykun e zorëve ose edhe me parazitët. Këtë ne mundet ta eliminojmë duke përdorur gjithmonë me fjellë këto çajrat e duhura, duke përdorur vajrat e duhur që janë për parazit për mykun e zorëve, siç mund të jenë me fjellë një mix vajrash që ne përgatisim, kuptohet, që nga vaji i farave të kungullit, vaji i farës së zezë, vaji i farave të gjemit gomar për pastrimin e mëlçisë, se duhet kemi edhe një rol të veçantë, po njëkohësisht duke përdorur edhe pak vajin e rigonit dhe të trumzës në këto vajra, në këtë miksin e vajrave, nëse ta përdorim për të rritur 3 herë në ditë. Dhe pas një javë do të bëjmë 2 ditë pushim, do të vazhdojmë përsëri me lugë gjallë theksojmë. Atëherë do të shohim se pas një muaji do të ketë ndryshuar totalisht me organizmi jonë dhe pas një javë ne do të ndihemi shumë mirë. Do të shohim që shumë nga këto aromat e gojës se këto do të kenë ikur dhe fryret e zorëve. Po prandaj na duhet për shembull edhe një miflet që si çaj ta përdorim. Por njëkohësisht theksojmë se çajrat të cilat do të jenë me kanellë, me ginger dhe me karafil do të jenë çajra të mira për aromën tonë të mirë dhe luftimin e këtyre sëmundjeve të mbrëmshme.